Zaten morsun sıklığı bile var. Vamos ver aqui esses também. Të nderuar qytetar, të nderuara media, fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë protestë e cila është organizuar me qëllim që të kërkojmë drejtësi për rastin e Auron Ferizit, një rast i cili ndodhi fatkeqësisht para disa ditësh këtu në qytetin e Vitis. Para se të paraqesim kërkesat tona, do të kërkoja nga çdo secili prej jush që të mbajmë 1 minutë heshtje për Auronin. Auroni ishte njeri prej nesh. Auroni ishte qytetar i Vitis. Ai humbi jetën tragjikisht si pasojë e neglizhencës institucionale dhe papërgjegjësisë së tyre. Mesazhet tona këtu sot janë të qarta dhe po i shehni edhe në parullat të cilat po i mbajmë në duar. Por si shoqëri civile dhe si familja Auron Ferizit, po i ripërsërisim edhe një herë kërkesat tona. Stacioni policor në Viti të jap llogari për papërgjegjësinë e treguar ndaj rastit. Marr parasysh që kanë qenë dieni edhe më herët se i dyshuari në fjalë ka qenë i njohur për organet e rendit. Përgjegjësi kërkojmë edhe nga gjykata këtu në Viti. Po ashtu kërkojmë dorëheqjen e komandantit aktual të stacionit të policisë në Viti, Afrem Halilit. Kërkojmë llogaridhënie nga institucionet komunale të Vitis për mos funksionim të Këshillit Komunal për Sigurinë e Bashkësi, si dhe kërkojmë llogari prej tyre që të na tregojnë se pse ky rast nuk është ndërmarrë më herët dhe nuk kanë marrë ndonjë hap sa i përket sigurisë së qytetarëve. Po i përsëris edhe një herë kërkesat tona. Stacioni policor në Viti, si dhe gjykata, të japin llogari për papërgjegjësinë e treguar ndaj rastit. Marr parasysh që i dyshuari kryesor ka qenë edhe më herët i njohur për organet e rendit. Kërkojmë dorëheqjen e komandantit të stacionit policor në Viti, Afrem Halilit. Kërkojmë llogaridhënie nga institucionet komunale të Vitis, përkatësisht për mos funksionim të Këshillit Komunal për Siguri dhe Bashkësi. Rasti i Auronit nuk ka qenë i pari dhe nëse vazhdojmë kështu, fatkeqësisht nuk do të jetë i fundit. Andaj ne sot kërkojmë llogari dhe reflektim prej gjitha organeve që i përmendëm dhe duhet të veprohet sa më parë që barazia të vihet në vend. Krejt për fund edhe një herë, kërkojmë përgjegjësi dhe drejtësi për rastin e Auron Ferizit. Faleminderit. Të nderuara media, fjalën tash ja kaloj edhe prindit të Auronit, i cili do na tregoj pak më tepër sa i përket asaj se çka ka ndodhur në natën kritike, po them. Natën kritike ka ndodhur. Djali im ka ndruar i shkaku i ambulancës, e cila është vënu. Unë e pash dje reagimet e mjekësisë atje. Nuk pia të moj men emrin asaj, që ka thonë që ambulanta nuk është vënu. Ambulanta është vënu. Janë kamerat, janë dëshmit, janë dëshmitar gjallë, por kjo po mregos, mas shumë ti po mregos ky fakt. Që pse vënu ambulanta, me dhonë llogari.
Kjo është. Se nuk po mojnë me folë mash. A ka pas djalin ndonjë problem me tashmë të dyshuaren, ose pse mendoni që ka ndodhur si rast? Djali jem nuk ka pas me të dyshuar asnjë problem. Ka qenë vetëm viktime e rastit, aty ka qenë ul, se nuk ka pas diçka problem. I pa fajshëm. Po është tash e dyshuare? I dyshuri është, po mendoj është në Prishtinë. Ju kanë thënë që është në Paraburgim? Paraburgim, po. Çka kërkoni ju në Verize? Kërkoj drejtësi, nga drejtësia të merr mosa të repta nga ky person. Ky është kriminal. Nuk po me çut kjo rast është terrorizëm, nuk me çuj kështu, po është si rast terrorizëm, është kjo çka ka ndodhur. Djem të nejt ulat, të pi kafe shembull, ju kam shu. Kjo është diçka, edhe i kam çdo sen unë e dëshmoj në gjykatë, për çdo sen, çdo fjalë që i tham e dëshmoj në gjykatë. A keni njohur më përpara se dyshuaren? Ja, nuk e njoh këtë dyshuar. A keni kontaktuar me familjen e tij më pas? Ja, nuk A keni ndonjë koment me thonë për çto qysh e kanë dërguar në forenzik, psikiatrin forenzike? Nuk kam A dini. keni ndipi diku nga që ka probleme mendore ose diçka e tillë ku i dyshuare? Nuk di asgjë. A ka probleme, asko nuk di. Indërumi e thatë që ambulanca është vënu për marrë në vendin e ngjarjes. Po. Sa kohë është vënu edhe nëse do arrente më parë, do ishte më shpresdhënëse. Po, do ishte më shpresdhënëse, normal. Se ka po gjakderdhje që aty e kanë po njerëz, ka dëshmitar që kanë nejt trupi, as policia nuk e kanë lënë me prek, shembull. S'kan guxuar mi dhon ndihmë, kanë nejt aty. Kanë thënë mjekët në Prishtinë ke shku. Mjekët në Prishtinë kanë thënë që është larg ambulanta pi vendin ngjarjes, kam thonë nuk është larg. 5 minuta është, ka thonë e kanë vënë shumë djalin. Ata e ditën ish pa e ditur në senet, ata e ditën vetë që jo vënu. Pra do të thotë është vënu me u i dhonë ndihma e parë në vendin e ngjarjes. Po, kjo. Po që keni marrë vesh zoti Verizi për rastin që ka ndodhur? Rastin që ka ndodhur, unë nuk kam qenë në Kosovë. Kam qenë në Austri, edhe live jam kanë të folë me gruan e kam kuptuar lajmin që ka ndodhur. Sa ka qenë e vështirë për ju? Shumë e vështirë, se nuk muj me përshkru. Ekstrem. Faleminderit që më Dikush ka familjarëve të lënduar që kanë pësu në rast. Të zëmë kanë, po nuk shpërdoj. S'ka ndesh më prononcuar. Faleminderit. E ronë është për ty, edhe pse keni dalë sot, a dhe në më kallëzu? O shumë e ronë, vina të kërku drejtësin. Prej policisë, prej ambulantës. Sa jo kanë njëri që e ka njëpë të policia, a i ka pos shumë vepra. Ka pos edhe ka shkel njerës tjerë, ka raste që ka shkel njerën tjetër me motor, shumë të raste tjera që i kanë tregu. A mone nuk e një atë person. Ju a e një shok ja urune? Shukit e në urune në dhe. Edhe qka kemi nga thonë për gjithë rast? Arone o kanë një djallë shumë i mirë, i botë o kanë, a i kërë probleme me kërkan një jetë s'ka pas. Inshallah drejtësia punan, inshallah nuk do më kërë asë një herë. Po vazhdoj me pas hala që shto të merë për neve. A kam jo mungu a urune? Gjithmonë. Gjithmonë. Jo? Aroni ka një gjallë shumë i sjellë, shumë i mirë. Aroni nuk ka ditë, nuk ka pas probleme kur asnjëherë me askan. Aroni ne kena pas shok shumë të mirë. Po na kërkojnë drejtësi tash pi stacionin policor në Vitinje dhe pi gjykatës të Melore, që mos ndodhen më këto raste. Për ndryshe Aroni ne kena pas shok shumë të mirë. Jo i nderu? Është drejtësia në që në vend që shdo me shku. Sa dhe më shumë është kjo rast për juve? Shumë. Gjalli nipit është. Mara mos ju me shku. Sot thina nesër, se s'ka drejtësia ne në ndodhë, temë ka tje qeter. Drejtësia këtu është shumë pambë. Si ka drejtësia si janë e këtë qështë është. Zoja, do me bojë qka? Aroni është gjendit në hotel. Shpresoj që drejtësia shkon në vend
Që mos ndodhe më kësi si rasti Aurunit. Shëmbon me Auruni ti, hall. Aurunin e moj men se na i na rrit bashk. Auruni u konë një djallë shumë i mirë, që s'ka ditë kojna mi thonë kur gjatë keqe. Apo shpresoni se drejtësia ka me morë vendin e vet? Po më shpres, po qyrëm dhe në konë që shpëshkojnë. Nëse nuk e ka drejtësia, shkojna si pas kanunit. Veç drejtësinë e du. Nëse nuk ka drejtësi, si pas kanunit shkojnë. Që ke marrë vesh ti kur pa ndodhur incidenti? Kur e ku marrë vesh, djali ka ardhur më ka tregu. Unë kur kom shku asë në Gilan. Minere nuk më tha nuk banua balonta. Gjusore në Prishtinë. Koleg Mirash. Nderuar qytetarë, edhe një herë shumë faleminderit për pjesëmarrjen e juaj. Në emër të shoqërisë civile edhe në emër të familjes së Auronit, ju falenderojmë dhe dëshmojmë edhe një herë që qyteti i Vitisë edhe qytetarët e tij kërkojnë drejtësi për raste si të Auronit, edhe shpresojmë që nuk do të ndodhin më dhe dikush do t'jap llogari dhe përgjegjësi për këtë që ka ndodhur. Faleminderit. Me polici, me gjykot, me krejt. Edhe nëse nuk dënohet, burg përjeç, dhe du me konë. Burg përjeç me du. Se ma kam mytë gjolin kur pa pas asni problem, kur asnjëherë në policis ka pas raste. Tu punu si o ma mirë. Ana, prezantohesh fillimisht emrin mbi emrin. Jam Egzan Saqipi. Egzan, po na tregon pak për natën se si ka ndodhur dhe a keni qenë në dieni ose a keni pa ndonjë dyshim sa i përket asaj që vetë se ju ka ndodhur? Dieni për ngjarje s'kena pas sen. Aroni u koni pa fajshëm, që na kona na qirtë aty. Se dhe pi emocione s'po muj me full. Na ka dhim të shumë. Gjeliri, po lojmë ligjin pak me bëhat vetën, me denu si pas drejtësisë, më shumë. Ç'është ka ndodhur? Na çfarë kujton për çasaj nate? Aksidenti u kanë tepër i rëndë, kom pas shumë gjakderdhje që s'muj me majtë men mirë, ç'ka ndodhur, me që di na kanë si shoqni të nejtë, edhe me që kur në ka i me kërë, qashtu. Unë apet ku mujtë një babal lagëve, pa Auroni fatkeqësisht ju. Shëmbon me Auronin ti, a ke pas shok? Kom pas shumë shok mirë, shumë u konë gjëllë mirë. Do t'in gjenet edhe për ta. Çka presni ju si shoqni, sidomos prej organeve të randit në këtë rast? Presmi që drejtësia me bon atë vetën si është ma mirë. Ma shumë, po di. Si po fulli edhe për emociona. Apo na tregon veç edhe diçka. Është përmend që autoambulanca është vënua ditë. Qysh e mon menda, e din sa i përket kësaj pjese, qysh qëndron kjo punë? Ambulanca o vanu tepër, dhe me thonë, kër e ka morë Auronin, ka orta në mas gjysore më ka morë edhe mu, dhe me thonë udhës për Gilan, unë jam kom vetë në ambulancë, në ka prish ambulanca në udhe. Kom pritë edhe gjysore në udhe që ashtu, te sa ka ardhë, ambulanca më morë për styti, ma shumë më s'po di. Kështu kanë, ambulanca o vanu Edhe në tepër. Prishtinë më kanë thonë kur e kum qua, më kanë vetën, sa e keni larga ballonton. I kom thonë 5 minuta, ka thonë janë vanu vitinja. E shumë ju bo tash tonë vitinjës. Shka më ju bo?
Janë anu, Allah, janë anu. Faleminderit, shumë faleminderit. Qytetarë nderuar, edhe një herë pja u bëj një thirrje. Faleminderit përzemërsisht. Tash ju kisha kërku që në formë paqësore me u shpërnda, edhe shpresojmë që ky organizim i yni ka me gjetë vendin e vet, edhe drejtësia ka me u vendos aty ku duhet për rastin e Auronit. Faleminderit edhe një herë.